vaj se pa kom falë vaj. Ka me lotë shia e raftë e legjenda këto çunat e mirë me rap shpije. Ke shef me folë shumë me njerëz, por as shajna si gjë gallata, batuta. Inshallah mas. O, me ku fare. O, çuna, bëni pak like, mor, por veç bëni like, veç bëni like edhe share. O Tech Pro Records. Ku e O Tech Proja? O studia më e fort në qarkullim. Alo. Qa bën? Mirë, vëte. Mirë. Kush jeni? Jam vllai Denisit. A dhe gjitje? Si? A dhe gjitje? Ta. Për çaj ke gjujt Denisit, vllai, si është puna? Kode? Të lumt kari, mirë ja ka bë, varikarsit. Të lumt kari, a i ke gjujt kos? It's not making. Ky njeri pas ka prish lavatriç. Alo. O no, si kalove, vë? Mirë, si ja. Mirë. Tashim, ka thënë Afrimi vllai për lavatriçën, aty çaj keni bër lavatriçës? Qa lavatriça? A keni të shtëpia ku jeni? Të ku shpilla? O vlla, të shtëpia me qera ku po jetoni? Po. Çaj a keni prish lavatriçën? Jo, qa lavatriça? Lavatriçe vlla, është në punë lavatriçja. Po, është. A je sigurt? Po, ja. Vlla, nëse keni marrë shtëpinë për ta shkatruar, merrni plaçka, dilni jashtë. O, po thuhet, po marrë vesh. Lutem, djali dashur, se ta ka të shtëpi kam ngrit me mund me djers, nëse keni shku te shtëpia ime për metall bythën, merrni plaçkat dhe jashtë. O, valla, qa Afrimi thuhet, po të marrë O vesh. vlla, Afrimi i shtëpisë me qera, kush si e ka emrin ky që të ka dhënë shtëpinë? A jam Afrimi? Jo, s'është Afrimi, valla. O vlla, lutem, po ta them. Okej, a je te shtëpia për momentin? Jo, s'jam të shtëpia. Okej, shkom pak shtëpi dhe ma dërgo pak foto lavatriçën dhe një video. Se më duhet, po tashi për 10 minuta se më duhet me dërgu videon. Se po na marrin njerëzin telefon, zirri që raxhit jashtë, unë ju kam marrë për çunat mirë, ju kam respektu, ju kam fut mrena. Ashtu, ha? Po. Mirë. Të lutem për 10 minuta ma dërgo pak video. Okej. Ha. Oh, më mekën i qërë.
Ua, me lot. O vlla, ma shkruaj veç numrin ti që më ke shkruajt numrin këtu në telefon. O me, ka sot vdiqat. Kjo do jetë me lot, kjo që do bëj hapi këtë tash është legend. Ej, bëni pak like. O çuna, please, më shkoni çoni 100.000 like më burr. Bëni pak like gjithë. Ha mër burr, please, bëni pak like gjithë dhe ma bëni gjithë follow kush nuk ka follow. Gjithë, se s'njifen like-et kur s'ke follow. Alo, Si kalove? mirë, Si e bë? mirë. Lutem. Mund të marrësh pak dokumentet e lokalit nesër dhe të paraqitesh te rajoni? Ja këdhus? Po të ndjek raj përgesa. Ja qim sharop, tha njeri mere dhe se shet pjesë ka du. Ik ba të rujtë zoti. Qim sharop. Si e ka emrin ky vllai me kod dokumentet e makinës? Alo, Kjo bënë. si kalove vlla? Qa do të bësh për këto letrat e këto? A do me ardhë me i marë jashtë komisariatit se ti mbajt të dhënat shnime, po do me vazhdu si çështje? Po ta them për të mirën tate se mu duket që unë i mirë. Si më falë? Po ta them për të mirën tate, nëse do me ardhë me i marë dokumentat, vlla jam sot në shërbim deri në orën 7 mëngjesit, edhe ti mbajt të dhënat dje, se nuk mund bëja do të asi veprim se isha me kolegët. Pare se me i çu dosin në komisariat, që të shkosh ti marrësh atje dhe të paguash masat administrative e këto, nëse do mund vish ti marrësh sot dokumentat se i kam unë në xhep, po nga që të majta të dhënat, edhe të gjeta numrin dhe po telefonoj. Të kërën që veni e dhe? Për momentin unë jam te Casa Italia. Të Casa Italia? Po. Ku në kja? Ku ta shpjegoj më vlloj? Qa zonë e rriti? Po në të thartë, ngrinë një të lërë. Ku ta shpjegoj unë ty? A i di Bolvin? Po, Po, te Bolvi, vlla. Nëse do me ardhë me i marë,
duhet na lësh i kafe për respekt se ne kena bërë mos me ndihmu se ishe çuni mirë, ose ndryshe shkon merrin polici, paraqitu atje. Po në vesh më nashën makinë, pra, se më shkam që më ardhër, pësa në vërë. A je me makinën tate? Po, makinë teme. Po, ti se ke lejen e drejtimit e këto, po s'ka gjë, hipi makinës, nisu, nëse ndalon një patrullë rrugës, bjeri numrin tim telefon. Okay. Vlla, gjobën administrative, po ta them që tash, nëse ti shkon komisariat, gjobën administrative ke 850.000 lekë, do t'ulen 11 pikë në patente dhe do të bllokohet patenta për 6 muaj. Kështu që zotri me marru punë me, se po bëjmë dhe muhabetën telefon, me marru punë me 500 euro, hajtë merr patentën dhe vazhdo, s'ka ndodha si gjë. Po mos me bët madhe, mos me fol me njerëz se po ta bëj për respekt. Po, kujt mi edhe 500 euro tash, ty? Mu dorë, unë do t'jap dokumentat gjithë. Po cilë dokumenta është, se s'më ke marrë dokumenta ti? Lejen e drejtimit, është dokumenti jot. Cilës leje drejtimi? Dokumentën e makinës, a është e jotja? Cilës makinë, bro? A je djalë, atë ndalova djallë me makinën që ishe? Kur, bro, në që veni? Oha, zotri, okej, kalofsh mirë, qa. I qira policëve nesër këj, ju të merrni mu lekun të t'jyqi. O vlla, po ky shoku jot që bën linjën nuk e di nga ku ka ardhur që t'i them. O, sa jeni të shkrujtja keni qi motrën. Prita marrë pak të. Një sekundë se shtë marrë Aleksi. A zio? A je live? Po. Në po të thonë. Shkile më pusura. Po shmo ke punë aty. Okej. Nga që na falni për orët e vona, po janë duke plotësuar disa dokumente dhe jemi duke punuar intensivisht edhe duhesh me u paraqit për këtë çështje se keni çështjet prapambetur dhe ne ju telefonojmë nga zyra e përmbarimit sepse ditën e hënë fillojnë gjitha përmbarimit ju shkojnë në për shtëpia çdo lloj personi me marr gjitha sendet materiale deri në vlerën e mundshme sepse ju detyrojeni Ka folë e gjanë që e ka pas pësuar si të ka qenë koma. E di vlla të kuptoj, po e di vlla se unë e kam pa këtë çështje dhe për këtë arsye po të marr telefon nga zyra se ne punojmë deri në orën 4. Po duke i parë këto çështje dhe i kam çnimet këtu se si ka qenë situata, po telefonoj që keni kohë deri të hënën, nëse keni mundësi po ka qenë koma, më vjen shumë keq. Nëse keni mundësi deri të hënën ta njoftoni djalin se ndryshe ne si zyrë përmbarimi do t'i shkojmë te shtëpia dhe do marrim lavatriçe, frigorifer, nuk e di nëse mund të ketë kështu tenxhere, kusia, çka ke do t'ja marrim gjitha sepse duhet me plotësu një këst prej 10 milion lekësh që djali detyrohet bankës. Jo, s'ka 10 milion djali se një di, se është me avokat vetë. Unë e kam dokument. A e pa në tjek vetë me gjyqtara, Po, unë e kam dokumenti këtu para dhe po them nuk e di se çfarë, se më ka thënë që dhe nuk është mirë me kushtet, po ne kene vendosur që të shkojmë te shtëpia dhe kena për t'i marr lavatriçe, frigorifer, nuk e di krevat dopjo, ne jemi të interesuar pak në fakt sepse kena dhe kërkesa, do t'i marrim këto enët e kuzhinës, thika, pirunj, lug, ç'a të ketë.
Okej. Edhe nëse keni mundësi ta njoftoni deri të hënën, do bëni shumë mirë sepse është për të mirën e atij. Meqense që nga dhe hallexhi. Po vetëm thuaj që duhet të ruhet shumë për këto, çka janë këto enguzhine, sepse kjo janë Ai ka qenë koma dhe ka kërku ma besha, ai ka qenë me i rregull të ne e tim se e njohim. Po, Ka pasi aksident edhe ai ka kërku të kësë do t'i paguaj vllajtë. se di vlla, unë të mora nga që e lexova si gjë dhe më erdhi shumë keq për zotin. Po pra, i ka dërgu dhe duke se ne e dim shumë mirë ai shqyqër shpëtoj. Ai si është ka kërku ma besha, të vazhdo normal, a kupton? Po, se dhe ne nuk duam të shkojmë të shtëpia se këta të zyrës kanë ardhur kërkesat që nga që është Bajram nesër dhe kanë ardhur kërkesat automatikisht hënën ose të martën i shkojnë çdo personi te shtëpia, kena shku te një shtëpi, te një djalë përmet, se këta të zyrave vlla, Ai ka babin avokat. o vlla, e di, po, ta kishte babin avokat do merrte kështu. Kena shku te shtëpia, vlla, kena shku se këta të zyrave të përmbarimit janë shumë të shi, kena shku përmet të një familje që i detyrohej 6.800.000 lekë vjetra. A e di çfarë i kanë bërë? I kanë shku, i kanë marrë gomar, lop edhe para gomarit janë këto. Me kontrat nuk kalon e janë. A e ke parasysh, o vlla, po nifet familja marrin certifikatën. A e ke parasysh këto për shembull në përfshatra që japin? Policë nuk i bën dot persona. Po, më dëgjoj pak. Në përfshat, a i ke parasysh që japin për shembull kafshës të pi ujë me një kovë alumini, çfarë është kjo? Po ja, ja kanë marrë dhe kovët e aluminit, vlla, më dëgjon se thon, "Okej, në rregull, mund ta njoftoni, kalofshi mirë." Ai ka kërkuar ai kasën e takuar, ka kërkuar ma vesh. Në rregull, vlla, unë mora të bëj detyrën time njerëzore se më erdhi shumë keq. Po, e mirë do nuk e di vlla, po të marr se më erdhi keq shumë vetëm kujdes. Po, e kuptoj. Edhe ka folë edhe me kreditun, edhe ato për nxjerrë një rikonstruktim. Kredit, çana ka thënë ai, sa i për ja 2 javë do kthehet në punë, kupton? Po. Okej, nuk e di vlla. Gjithsesi të foli vet. Kalofshi mirë. Kupton. Obe. E nguzhina i ka piruj. Kujdes e të me rob shpije kë ka qenë vetë, a kupton ti dhim të mbyth ati, jo po i ka fol, jo po i s'do jap, jo po prit, jo po mos i jep. Ju credo pikal, ju qa jeni ju pidh motrat, ju i shifsha fisin, o kompani motrishirash, o kompani ropshimash, o pidh motra. A doni t'ju tregoj gjë për këto credo pikal? A doni t'ju tregoj gjë? Si jam pidh ropsh, a doni t'ju mësoj skem? Ha? T'ju a mësoj skem? A doni t'ju a mësoj skem? Kush ka kredite credo që ka të prapa mbetur? T'ju a mësoj skem, nëse s'bët kështu si them unë, ju kam borxh jetën e çfarë doni ju. Komentoni pak, ngreni pak dorën kush ka kredit prapa mbetura. Që i kanë rrit kështu kamatat edhe unë thot. Edhe ju tregoj unë për kokë të familjes. Ja rob sa për shli paska, i ka çava, i ka që keni borxhe deri fyt. Bësha ka ngjot tash. Unë kam shku, kam qenë 20 vjeç, më duket 21 vjeç. S'maj mend. Ka marrë te Credo Pikal 250.000 lekë. 250.000 lekë. Edhe mora 250.000 lekë veç me kartë identiteti. Tashi në çdo fund muaji nëse s'paguje lekët, paguje shumë, kështu 25.000 lekë, sa ishte ajo që mos kalonte me këste. Do me thënë, pagun merr 250 euro, vjen fundi muajit, nëse si pagun ato, pagun veç shtesën, 25.000 lekë. Po, prit. Erdhi fundi muajit, pagoja 25.000 lekë. Pagova dhe herë tjetër 25.000 lekë, s'kisha më thash, mbjedh motrës. E çmu qa kari, to marr telefon, jo po kështu, jo po do të sekuestrojnë këtë, jo po për mbarimi, jo po për fillimi. Unë qia rob stresi madh, ku gjej lekë çat bëj. Erdhi moment, më thanë jo po do ta bëj me 3 këste, jo po do ta bëj me 2 këste, jo po karin pill, kishin shkuktur nga 250.000 lekë 2.800.000 lekë. Prit. Jo po me 2 këste, jo po me 3 këste, mu qa kari, mu kaloj tha i morëm në telefon. Se si hapja s telefonin, sa e shifja aty banka o të shifsha motrën thash. Kur më thoshin ato qijaro bëhe se kurse kisha menjen unë, se kur ishin mrapa, po si hapja telefonin fare. Edhe tashi,
Morën telefon këtë i thashë, di si është puna vllai, merrni masa çka keni me marr thash, nuk ka pjedh motra, un lek s'kam me dhënë thash, më plasi kari, mun kur erdha me marr kredita tjetër, se di se çka kari kisha pi thash, kam qenë tap, as e mbaj me fare thash, po gjithsesi erdha me kartë identiteti, vazhdoni u thash, ndiqni procedurat e juaja. Të paguaj thash 2.800.000 lekë për 250.000 lekë. S'ka pjedh motra i thash. Nuk kam lek me dhënë, vazhdoni merrni masat. Jo po prokuroria, jo po të shkosh polici, do hyrë futesh në burg. Vlla, merrni masat, bëni çfarë doni, thash unë s'kam, deri këtu jam. Edhe marrni këto të nesme. Zotri, kemi ardhur me një ofertë për ju. Thash, "Oh, ç'a ofertë?" Ju tha, "Nëse deri në filan ditë më dhan 15, jo, më dhan 5 ditë kohë. Nëse për 5 ditë kohë, thaf, pastaj fillova të i bëj unë presion atyre, nga ato mu, i bëja unë presion atyre. Për 5 ditë, nëse ju paguani, tha, do paguani veç shumë, tha, sa keni marrë në fillim fare prej 250.000 lekësh. Do me thënë vetëm lekët e juaja, thash, po, për 5 ditë. Për 5 ditë jo e thashun, se punoj e kamarierë atëherë. Për 5 ditë jo e thashun, datë 1 deri në datë 3 marr rrogën, mena kësaj datë, jo për shumë vonë zotri, tha, nuk mund bëj gjë. Bëni çfarë doni, thashun, lek s'ka mika. Mori. Okej, tha, mund të paraqiteni nga data 1 deri në datën 3, tha. Okej, shkoj lalin datë 1, lekët këtu unë i thoja, bje letrat i plotësoj erë, ti shoh. Ti shoh letrat, kam me punë me ju? Jo. E lexova, thoshte, ke marr 250 që ndorë në pjedh motrës, 2 vjetë e sa, 3 vjetë do të shim këtë, do të marrim lekë, do të marrim penge, do të vjedhin, do të bëjnë. Po s'ka me thashin shifsha motrën, ka marrë me kartë, ju më kredia, ju shifsha ropë në pjedh, mani dhe test alkoholit ty, se do t'ju shi motrën, se vjen e pia nes, aty me kartë ndorë jepni lekë ju, pjedh motra. Presione, vdek familja, as i lek s'marrin pjedh motra të rëpshirat, as i lek. E di qa ke aty? A di qa ke aty? Veç se të ven me pull të kuqet e banka për 5 vjetë, me pull të kuqet në bank nuk merr dot as kredia si gjë. Veç ky është pezullimi, po për lek të hajnë majën e karit, a keni fuqi me u marr. I merrni, ju shini dhe gratë, natyre që punojnë të zyrat, pjedh matrat. O, faleminderit zotri për keni harru kredin, po ikmaj të shifsha rop të morri kredia 5.000 lekë ditë. Ata shifsha familjen, o kredo pikal, o ju te kredit, o ju shifsha motrat mungoj, o rëpshira, ju shifsha familjen mu në pjedh, ju shifsha gratë në byllë, se i ropët shqiptarët më i pjedh motra, i mu, ju pastaj po vënu i dite, doni 5.000 lekë ditë. Y më ju shifsha motrat në pjedh, kompani rëpshirash. Ej, çuna dhe goca, ma bëni qik follow gjithë follow, gjithë. Ika, ju rujt zoti gjithëve se do ta takoj pak Xio, do jem me Xion edhe do shifemi më mrapa. Po them, nga ora 9 deri 11:30 do jetë për natë ky lloj emisioni, kena me bë gallata me i shirop me u knaq. Ika, ju du fort, love.